Nga Durrësi, kreu i SPAK-ut Altin Dumani theksoi se pa drejtësi nuk mund të ketë paqe dhe pa llogaridhënie nuk mund të funksionojë një demokraci e shëndetshme. Gjatë një konferencë shkencore ndërkombëtare, Dumani nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve që drejtonte universiteteve, të cilat I cilësoi si qendra e dijes dhe formimit qytetar. Besimi dhe drejtësia janë dy elementë të rëndësishëm, të cilët përbëjnë thelbin e çdo marrëdhënie. Pa drejtësi nuk mund të ketë paqe dhe pa llogaridhënie nuk mund të ketë demokraci të shëndetshme. Shteti së drejtës mund të realizohet vetëm me kontributin e të gjithëve. Dhe ne po përpiqemi të garantojmë që ligji të lexohet njësoj, pa privilegjuar disa dhe harruar disa të tjerë. Konferenca u organizua nga Fakulteti I Shkencave Politike dhe Juridike. Në këtë aktivitet u theksua rëndësia etike e drejtësisë dhe llogaridhënies për ndërtimin e një shoqërie demokratike.